8 shtetas kanë rënë në pranga për veprat penale shkelja rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt nga policia e Dibrës brenda këtij muaji. Gjithashtu janë ndëshkuar administrativisht gjithsej 1858 drejtues mjetësh. 1586 masa për ndalim pushim në automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 45 masa janë dhënë për parakalimit të gabuara, 140 masa për qarkullim me shpejtësi mbi normat e lejuara, 11 masa për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 5 masa për mosvendosjen e rripit të sigurimit, 11 masa për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, 7 masa për qarkullim me xhama të errësuar në kundërshtim me ligjin dhe 53 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet nga Policia Rrugore e Dibrës do të vijojnë në të gjitha akset të rrugore urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Ajo që bie në sy për këtë raport mujor janë ndëshkimet e vendosura për parkime të gabuara kryesisht në zonat urbane, ndërsa numri më i ulët i të ndëshkuarve është për qarkullim me xhama të errësuar.